qytetar, sot ndodhemi këtu në Bresalc, kam ardhur për t'ja kumtuar një lajm që e kemi marrë dje. I kemi shkëputur kontratat për 4 llote të autostradës, 4 të tjera tashmë pothuajse kanë përfunduar. I ka ardhur fundi durimit edhe qytetarëve, por edhe neve si ministri. Më herët nuk kemi pasur mundësi t'i shkëpusim këto kontrata, të cilat në mënyrën si kanë qenë të lidhura nuk do të përfundonin asnjëherë, por tani jemi në situatën kur do të fillojmë me kontrata të reja që ta përfundojmë përfundimisht autostradën e Gjilanit. Faleminderit për vizitën, ministër, faleminderit për lajmin që është jashtëzakonisht i mirë. Është një pyetje që kish dashur ndoshta me bë secili, po marrone përsipër me para ashtu juve. Çu ka me qenë dinamika me kontratat e reja? Ashtu siç ka qenë me rrugën e Mitrovicës, që u detyruam ta shkëpusim kontratën në mënyrë që ta përfundojmë rrugën, e cila tashmë ka përfunduar, njëjtë do të ndodhë edhe me autostradën e Gjilanit. Prej ditës kur nënshkruan kontratat, të gjitha punimet kryen për afat 1 vjet. Pra me afat kalendarek, jo me ditë pune. Datën që nënshkruhet kontratat, në datën e vitit tjetër, kjo rrugë do të jetë e lëshuar në qarkullem për të gjithë qytetarët. Faleminderit për lajmin.